Teksa edicioni 4 i Big Brother VIP i afrohet finales së madhe më 19 prill, banorët kanë filluar të reflektojnë mbi rrugtimin e tyre brenda shtëpisë më të famshme në Shqipëri. Një ndërta gjesti ndau me publikun disa nga mësimet më të rëndësishme që ka marrë gjatë këtij formati. Ka mësuar që në sfidën që e kam pasur me qëndru 16 orë, nuk e kam menduar se do ta bëja. E kam pasur gjithmonë durimin si armën time më të fortë, por nuk e dija se e kisha kaq shumë, tha banori. Gjesti shtoi se gjatë këtij udhëtimi ka përmirësuar edhe mënyrën e tij të sjellurit me të tjerët. Kam mësuar si të dua, si të sillem me njerëzit, kam mësuar të jemi fort, do të dal nga kjo shtëpi një besart më i përmirësuar, u shpreh ai. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.